emision mundësohet nga ISP Broadcast. Mbrëma kudo që na ndeshni të nderuar shikues, Kosova mban rrethin e dytë të votimeve këtë diel në një retorikë të ashpër politike, duke krijuar përshtypjen që këto nuk janë zgjedhje lokale, por thuajse zgjedhje nacionale. Në 18 komuna të Kosovës do të dalin mbi 1.316.672 qytetarë me drejt vote për të deklaruar për njërin ose tjetrin kandidat në 18 komunat Kosovës. Si thash, ata që pritet të ngrejnë stafetën e fitores në mbrëmjen e zgjedhjes vonë, mbase meqense janë dy kandidat në rreth votimeve dhe mbase edhe platforma online e KQZ-s do të funksionojë dhe do të dihet rezultati i fituesve po atë natë, nëse jo rezultati natyrisht përfundimtar, por një rezultat orientues do të dihet se kush do të mund të festonte në mesnatën e zgjedhjes ose më herët. Ndërkohë, nga njoftimet e tashme bëhet e ditur se, sipas KQZ-s, rreth 1.690 të rinj për herë të parë do të gëzojnë të drejtën e votës këtë të diele, me që të kanë mbushur 18 vjet dhe do të hyjnë si kontingjent i ri i pjesëmarrjes në deklarimin e vullnetit politik për të përcaktuar për njërin, siç thash, apo kandidatin tjetër. Kam ftuar për analizë gazetarin e opinionistin e njohur të gjatë opinionit publik, zotin Mentor Shala. Shala, faleminderit për kohën. Faleminderit për ftesën. Duket një betejë e ashpër me një retorikë të ashpër politike në këtë zgjedhje, një betejë ku janë përfshirë liderët, përfshirë zotin Kurti dhe tjerët, por Kurti duket më shumë i përfshirë, sidomos në Mitrovic e më pak në Prishtinë, në komuna tjera, po Mitrovic duket jetë jetike për to. Ku do të thehen ato shtizat e mëdha, nëse mund të them kështu, politikisht në këtë zgjedhje? Po, është e vërtetë që Kurti në këto zgjedhje lokale është jashtëzakonisht i angazhuar, edhe nëse e krahasoj me zgjedhjet e kaluara lokale, ku në fakt pse një disfat madhe në gjitha komunat, këto është shumë i angazhuar edhe i ka disa arsye, për shkak se gjatë këtij pushtetit 4 vjeçar që e pat kjo qeverisjes 4 vjeçare, Kurti ka tentuar dhe ja ka rrit bajegi deri në farmase të mëdha që përmes veprimeve që i ka bërë në pjesën veriore të Mitrovicës me e rujt elektoratin e tij. Nëse nisemi nga qeverisja e tij 4 vjeçare, domethënë ai ka pas një dështim total në gjitha sferat qeverisë. Domethënë një qeveri e përfshirë përpos që s'kan bërë kurrë në asnjë segment tjetës në Kosovë, ata janë përfshirë edhe në shumë afera të ndryshme, aferat pothuajse secili digaster ministror ka qenë i përfshim në afera, kanë qenë për një keq qeverisje, edhe një mosdije, kanë dëshmuar një mosdije në qeverisjen e vendit. Prandaj aty mbet vetëm veriu si një farlloj leje vendore në tina që e përdorte me veprimet e tij, e cila në fakt i bani dëm Kosovës me ato veprime që ai i bëjken atë kohë. Mirë po, në elektorat arriti, nxurrat kartën nacionaliste që është dinaj veç kur i duhet ajo karta nacionaliste që dhe me keq liraj veriun. Në fakt na morëm sanksione, morëm 100 në dame u bon me ato veprime që i bani ai, ju bë shtetit Kosovës, dhe tash garën ajo ka fokusin kryesor e ka Mitrovicën, se nëse mas gjithë asaj kauzet ndërtume që për mendimin tem të rrejshme e ka, në veriun e Kosovës, tash nëse humb Mitrovicën e jugut, dhe atë nga një djalë i ri, i cili për publikun e përgjithshëm të Kosovës nuk ka qenë i njohur, ndoshta për Mitrovicën po, se që është Arjan Tahiri i PDK-s, tash me humb garën aty për to kishte me qenë një goditje shumë e madhe. Prandaj është shumë i angazhuar, sidomos atje në pjesën me Mitrovicën e jugut, është me, domethënë është i ka fut krejt komplet energjinë e ka fokusuar aty. Veç që s'po flen aty me thonë kështu shkurtër shqip, dhe mendoj që aty e ka fokusin kryesor. Ndërsa te Prishtina, edhe te Prishtina është e ka shumë me rëndësi, për
shkak se kush e ka kryeqytetin, pothuajse e ka është një farë lloj qeverie në veti, është një farë fuqie jashtëzakonisht e madhe, edhe pse te Prishtina ai besoj që vetë e ka të qartë që ka pak problem me fitu, sidomos me një kandidat si Perullah Qeku, i cili s'pari nuk e njeh Prishtinën, nuk është i Prishtinës, ka ardhur mas domethënë fillim viteve 2000 në Prishtinë, mirë, por nuk e njeh Prishtinën si duhet. E para dhe e dyta nuk ka një sentiment të madh për Prishtinën dhe ajo pa në zgjedhjet tash kur majtën rundin e parë të zgjedhjeve, ku vetëvendosja për një partie me 55% që i pas zgjedhjet e përgjithshme, ose 55.000 votues që i pas zgjedhjet e përgjithshme në Prishtinë, rrohet partia tretë dikon me 20.000 vota, edhe kandidati i tyne dikon mriti te 30.000 vota, që nuk është ndonjë farë suksesi i madh. Prandaj Kurti është i angazhuar, për Kurtin është shumë e rëndësi me disa pika strategjike ku i ka ai, mi pas në qeverisjen e tina edhe në aspektin lokal, për shkak se shumë afër besoj që kemi mi pas edhe zgjedhjet e përgjithshme edhe ky fillon domethënë me ndërtu edhe me kriju planin për zgjedhjet e përgjithshme, e kur i ka pikat kryesore për shembull si Mitrovicën, Gjilanin, për shkak se Prizrenin se besoj që mundet me fitu, edhe eventualisht Prishtinën që unë besoj që e fiton, besoj që LDK përparim Rama e fiton Prishtinën, atëherë ai hin pak më i sigurt në zgjedhjet përgjithshme. Kjo nuk është për Kurtin, kjo është një farë testi për gjitha partitë. Qysh po dalin këto zgjedhje. Tani do ta bëjmë analizën. Këtë çështje, këtë probleme ka vetë Memli i PDK-s, kryetari i PDK-s edhe Elmira Vlixhiku i LDK-s, ata janë të testu veten. Këto zgjedhje po mbahen në një retorik të fortë, duke çuar përshtypjen te publiku se këto janë zgjedhje nacionale. Ke të drejtë kur thu që këto zgjedhje do ta legjitimojnë kursin ose do ta rrëzojnë kursin e liderëve politik edhe mbi tema nacionale. Do të inshallah me qenë se jemi në dritë të një vendimi mbase që vendi mund të shkojë edhe në zgjedhjet shpejt të jashtëzakonshme. Për Kurtin thatë, është jetike fitoria në Mitrovicë nga shkaku se ai kryekauz kishte shlirimin e veriut. Absolutisht. Po ndodhi ndryshe. Cila është cili do të jetë bilanci për atë kauz? Po nëse ndodh ndryshe, besoj që kam i kushtu edhe në zgjedhjet e përgjithshme. Për shkak se ai e merr një farë mesazhe që njerëzit nuk janë aq naiv. Qysh ky ka ose qysh ky i sheh elektoratin në Kosovë. Dhe nuk mundesh me ta mjaushit qaq let disa veprime populiste që i bën. Do thonë, kjo mundet pastaj me konë një tregues se në zgjedhjet e përgjithshme vetëvendosja ka më psu edhe një ramje. Pse i bindur në këtë? Ku e Po bazon? tash të shojmë, po them tash unë po ja veç të pyete mu nëse e humb. pse Të njerëz mund të pyete kenë- nëse e humb, po them nëse e humb. Po. E para kjo, e dyta njerëzit Elbanin lodh njerëz prej do thonë aspektit social si edhe aspektin ekonomik. Këto 4 vjet na kemi pas vetëm ranje si në aspektin ekonomik, gjithashtu në aspektin social. Edhe në fundit njerëz ajo i prek direkt në xhep që aty s'mundet mi rajt kërkosh asnjë politikan, për shkak se nëse ai nuk mundet mi dal asnjë javë me një pagë që e merr dikon, për me siguru elementet bazike ushqimore ose jetesës, atëherë normalisht që nuk është edhe ai ka me të ndëshku, për shkak se e dëshiron dikon ose don dikon në pushtet i cili ja ndreq paketën, ja rregullon paketën, ne na jemi dëshmitarë këto 4 vjet. Do të thonë këtë vend veç është rrit varfënia. Ne jemi tonë dëshmitar, po përballemi çdo ditë, nuk është më njëjtë që ka qenë para 4 vjetë që është sot situata ekonomike dhe sociale është shumë e keq. E para, e dyta, kemi një izolim total, nuk kemi investime të huaja, asnjë lloj investimi, kemi sankcione në këtë vend, as ato pare që kanë ardhur prej organizatave të mëdha botnore, që kanë ardhur prej projekte të ndryshme në Kosovë, e cilat sigurisht që e kanë pas një farë impakti të vetin në shoqëni, qoftë në ekonomi, qoftë në aspektin social, si ki mo, që sa vjetë si ki.
Për shkak si kem për shkak të veprimeve të zotit Kurti që ka po komplet në kundërshtim ose pa koordinim me aleat tonë, me Shtetet e Bashkuara, me Bashkimin Evropian. Prandaj unë e pres që kam e pas një ramje, për shkak se nuk është më entuziazëm se njerëzit e kanë provu. Është e vërtet që me non shkurt ai prapë mbritin po unë mendoj që ato e kanë rri si pasojë e një mos pune, mos pune të opozitës, ose një mos ballafaqimit real të opozitës me pushtetin. Për ato 4 vjet opozita në Kosovë, qoftë PDK-ja, qoftë LDK-ja, se kanë bazë veprimin më të vogël mjo kundërvu politikave shkatërruese që i ka bo Kurti për shtetin e Kosovës. S'ka asnjë veprim që mundet më majt men. Nuk bëhet opozita me deklarata në për televizione, të veprime konkrete. Që shka ardhë Kurti në pushtet? Dhunë shumë ka ardhë, të përdor dhunë ka ardhë në pushtet. Unë s'po tham që këta tash me përdor bashkë njëjtën, mirë po ka veprime. Asët nuk i veprime të partive tjera, as PDK-s, as LDK-s, as AK-s, për posat një deklaratave publike që japin, cilat absolutisht asnjë efekt se kanë në elektorat. Gjykata Supreme jep vendim gjykata se Kurti edhe sistemin e drejtësisë, do thonë e ka sfidu shumë, e ka testu shumë, edhe unë mendoj që e ka arritë një efekt në drejtim. Shkak se sistemi i drejtësisë në farë forme ka fillu mu zbraps, s'po tham që o dorëzu krejt, po ka fillu mu zbraps. Edhe kjo është një test për rendin kushtetues në këtë vend. Gjykata Supreme merr vendim që për mendimin tim është me njëherë vetëm gjykata kushtetuese është më e lartë. Vendimet që merret fa janë të palegjshme. Gjykata Supreme është vendimet e saj kur merren ato s'do ta mu mendu, mu diskutu, shkak se është sistemi ka por e ka quajtur Kurti. Jo, po tash ajo thotë që Kurti është jashtëligjshëm të ushtru detyrën e kryeministrit në farë forme. S'mund e dy, për shkak se është para ditë deputet, pas ditë në zyra të qeverisë. Çka bën në opozita përpoq deklaratave publike? Po në këto raste zyra e kryeministrit nuk ja kalon baba grupujt, zyrën e kryeministrit, edhe partitë opozitare se partitë tjera janë aty janë për me ruajt këtë varani kushtetues, pavarësisht a janë fituese të zgjedhjeve as janë fituese të zgjedhjeve. Në këtë rast, secila shoqëni normale, tash më dalin janë zonë derën në burr. Janë zonë derën i der përpara, janë zonë derën. Mos më lëmë në zyrën e kryeministrit, më thon shkon kuvend bëni votat, rizgjedhu kryeministër, edhe hajde në zyre për ndryshe nuk lejohet. Preja edhe pse gjykata Supreme ka dhënë atë vendim që është i palegjshëm si kryeministër, e ka marrë me dhjetra, ndoshta qindra vendime ku ka përdor buxhetin e shtetit për interesa personale. Interesa personale për zgjedhje tash për gjithçka. Kështu që mendoj që një për arsyeve pse ai ka 42%, çdo zgjedhjet e fundit, është e para pa ka lyt me atë emocionin nacionalist, që është din me lujt ai për me veriun e vendit që është lirova veriun e vendit, edhe e dyta është mos reagimi opozitar i duhur. S'ka pas opozicion, s'ka pas. Nuk ka pas reagimi. Kështu që njerëzit në fund kur dalin me votu e lypin alternativen. Nalet i sheh krejt edhe sheh alternativen. Edhe s'kan pa alternativë. Në farë formë dhe erdhë që aty ku erdhë. Shala, për partinë e Memri Kasniqit, PDK-n e sotme, çpritje mund të kenë ata për rrethin e dytë të votimeve, sipas observimit tuaj? Po, shiko tash, unë jam i sigurt që Prizrenin PDK-ja vazhdon me mbajtë, që është një pikë jashtëzakonisht me rëndësi për Partinë Demokratike të Kosovës. Pastaj në komuna tjera nuk e di për shkak se ata bënën atë problemin që shkaktuar me drenasa ju kushtoj. Në një farë forme pa nevojshëm që e krijuan. Skënderajin e kanë fitu, Ferizajin e kanë, Prizreni është kanë met në shtatë Mitrovica. Mitrovica. Sa është jetike, duket Krasniqi ka vendosur të mos shkoj fare atje, sepse betejën për bën vetëm zoti Arjan Tahiri i mbështetur nga zoti Hamza, Bedri Hamza,
që është në betej duket me zotin Kurti. Ishte, guzikur e partia ose partia ishte një Nuk duket shumë prezenca mirë. Po jo në mënyrën që është Kurti tu angazhu për kandidatin e vet. Ajo po vrejet tash qare se s'është ashtu. Nuk është ai angazhim, po ndoshta është më mirë që me lën vet Ariani, për shkak se Ariani dul vet si kandidat, ai ishte një kuadër i Bedri Hamzës, mirë po dul edhe vet si u shfaq, edhe vet e krijoi përshtypjen për një personi i panjoftun, që thash edhe pak më herët, u shndrru në një figurë jashtëzakonisht të respektuar gjithandej Kosovës. Domethënë një djalë i përgatitur, një djalë domethënë me ide të qarta, i edukum, i civilizum, edhe në këtë kuptim ai në një farë e krijoi vet atë përshtypjen për ta. Kështu që nështë më mirë në këtë rast me lënë me shkute në fund vet. Po mendoj që nështë edhe është ma produktive mësë me shku prej kryesis, po mbështetje, normalisht mi në mbështetje. Nështë është mirë nëse dim, nështë ata në të punu në teren, që ka mundësi që edhe punojnë në teren, nështë më mirë me punu në teren se me dalë me publikisht. Për shkak se ti bevren çfarë irritimi po shkakton ton ky presion që e bën Kurti mbi banorët e Mitrovicës për kandidatin e vet. Presion të jashtëzakonshëm, plus asaj e ka pushtetin dorë, e ka buxhetin dorë. Edhe është domethënë tu mundu me çdo kusht me marr Mitrovicën që mundet me pas kundër efekt. Unë mendoj se kjo mundet minimu Arianit kjo për angazhimi i Kurtit. Ndërsa sa i përket Memlit, unë mendoj që është po bën mirë, ndoshta që nuk po bëhet shumë e madhe, ose s'po bën shumë e madhe dhe s'po del publikisht për. Pas është i lënduar nga nivelimare për zotin Latrovsi, së fundi nuk e besoj, është dallan tash ai. Çfarë Mitrovica diçka veçantë fundit i nën shkurtit apo si? Ja, nën shkurtin besoj që këta PDK-ja në farë forme Memli e ka pasur një farë lloj triumfi të vetin personal. Shkak se arritën prapë të 200 diçka mijë vota. Mirë po të zoti Latrovsi ka qenë gabim prej fillimit edhe po që ka qenë gabim. Për shkak se PDK-ja ka pas punë më të mëshme edhe ka qenë dashur më fokusu në për ato komunat dhe me rrit elektoratin aty ku nuk është mirë. Aty ka pas të fituar të sigurt në drenasin edhe domethënë që fitore e sigurt të kthyen vetes terra në kom pa nevojë. Po një fitore e sigurt u bë çështje, edhe harxhun tonat energji në drenas, vlen që me harxhuat energji në për komuna tjera, ka pas për shembull Klina, për shembull ku kanë qenë këta hajde edhe Gjilani, pse mos me tentuar në Gjilan me rrit votën e vet elektorale, për shkak se Gjilani më herët ka qenë edhe udhëheqën prej Partisë Demokratike të Kosovës. Po, domethënë me mira shkurt me tentu me rrit elektoratin në për ato vene ku është më dopt. Për shembull Peja, po thuaj se PDK-ja ka ikë dorë prej Pejës. S'ka kurrë 2-3 mijë vota, disa i patën. Ose pjesa e Ana Moravës anë i krejt. Gjilani përmena, po ato tjera anë ka ikë dorë një farë. Ana Morava gati u shndru në bastion të lëvizjes vetvendosje. Po domethënë PDK-ja ka ikë dorë, tash vend si më morr. Vend si më harxhu energjinë anej në këto pika ku është shumë dopt PDK-ja nëpër Kosovë ku ka elektorat domethënë të madh, këta shkaktojnë probleme të panevojshme në Trenas, e cila ju këty bumerang. Unë pëmënej që të njëtin sanë të e bo Kurtin Mitrovic. është me zërë, me tonat presion që të e bo qytetarëve, kom ju këty bumerang. Për shkak se qytetarët është pak irrituse me të bo presion vazhdimisht, me të bo presionet ndryshme. Edhe ka një herë ka kundër efektin. Për i noti, shkojnë e votojnë kandidatin tjetër. Kështu që unë e presë edhe këtë as. Para disa ditë shta Kurtit, lutem një përgjigje shkurt për të mënyrë që të kalojmë te analiza për LDK-n. Para disa ditë shta, në një paraqitje publike, Kurti, mos votoni ata kryetarë që nuk din me punu dhe që vjedhin. Nuk e meritojnë të kenë buxhet dhe të mbështeten nga unë si kryeminist. Kushin ata kryetarët që meritojnë që vjedhin? Njëse tjetër tha,
përithirje që mos votojnë oponentët e tij politik, emra nuk përmendin, votoni kandidat të lëvizjeve vendose, ta din me punu, këta nuk vjedhen. U po në qëto komuna ku e pat, për shembull në Gjilan atje sa raportimet për aferat mëdha korruptive janë bo gjatë 4 vjeçarit të kaluam të kandidatit I cili pritet fitoj prap. Fatkeqësisht. Albani Hyseni pritet. Për mendimin tim fatkeqësisht për shkak se ka pas shumë afera të cilat kanë qenë publike. Plus asaj nëse rrin me qytetarët Gjilanit i shetu projektet që i ka premtuar që projekte shumë me rëndësi për qytetarët e Gjilanit. Është kërcënim indirekt që bëri kryeministri edhe ndaj qytetarëve. Si mund të përkthehet kjo ndaj votuesit të lirë, ndaj atij që mendon me mendje të lirë? Si do ta përjeton këtë çfarë tha zoti Kurti se ti them zoti Kurti ma mirë ose deputet. Çdo ashtu, s'ka lidhjes. Si do ta kryeministri është lexoj njerëz. Ky me arrogancë ka ardhur në pushtet. Mirë po ky po harron që ka ndrru, ky popull e ka provu. Në lkurën e vet e ka provu qeverisjen e tij, nuk është më si përpara opozitor kur e krijoi atë kauzën e tij, atë përshtypjen, percepcionin e përgjithshëm që kundër partive tjera që ishin pushtet atëherë që janë hajna kriminela e tjera me njerëz të provun, njerëz të pon që ky edhe dikasterët e tij, ministrat e tij, kabineti I tij, ekipa e tij dulen shumë hajna e kriminalizum se krejt ata 20 vjet që I kalum, sa kanë qeveris. E shohin njerëz këtë farë punë, edhe njerëz të prekin, thash pak më herët, e prekin edhe në xhepin e vet, në aspektin e vet ekonomik. Po ky hala po mendon që me atë arrogancën që shka qenë përpara mundet me ky nuk pedin që ky popull arroganca ajo çfarë tha? Arrogancë është ajo direkt është arrogant. Ky po harron që ky popull krejt mundet me duru arrogancën se duron. Kërcënimin se duron. Është I dëshmu. Kështu që kjo mundet me kushtu. Kjo mundet me kushtu kjo qasja atina domethënë karshi ose para publikut ose elektoratit. S'kemi para për ato kryetarë që vjedhin dhe nuk din qeverisin. Ishte një gati mesazh ultimativ për njerëz. Kjo kërcënim direkt. Po njerëzit në fund dalin ata kallzojnë vendin. Si pjothu njerëzit s'ki para nëse si votoni që ta. Po njerëzit përpikërisht për çfarë arsye s'ta votojnë kandidatit tonë, aty s'votojnë nesër në zgjedhjet e përgjithshme. Edhe qesin piloje krejt. Kështu që unë mendoj që kështu edhe marrë një pjesë e madhe e elektoratit këtë mesazh. Ky po mendon me frikë, të I friksu njerëz se ato e ka pjesë të platformës vetë dhe ka të mërënshme, kështu që njerëz friksoj njerëz në format ndryshme, të I friksu njerëz të I marrë edhe ki malet edhe I marrë në kontroll. Po unë po them po harron që ky popull sa më shumë tenton me friksu, ky popull din mu rebelu, edhe din me të ndëshku. Kështu që mendoj që kjo kom I kushtu. Mirë po. Prap e them, unë e kam një problem këtë situatë. Nëse nuk kem leadership, nëse nuk kem opozit, e cila merr vendime edhe për mu ballafaqu direkt me zotin Kurti për gjitha këto skandale, për gjithë këtë qeverisje, për gjithë këtë shkatrim që ja ka bo vendit, atëherë ti pelen elektoratin pa alternativë. Edhe njerëzit masani kur dalin, kur s'kan alternativë, kur s'shohin një alternativë tjetër të një parti, cila do qoftë ajo që vjen nga parti tjera, si PDK-ja, si LDK-ja, si AK-ja, atë çka I mbetet njerëzve? Vazhdojnë me të njëjtin. Kështu që një pjesë e madhe, po them se jo të gjithë nështë, po do të thonë që në këtë pikë unë prapë fajsoj se njerëzit dojnë dikush me ju pri. Njerëzit dojnë dojnë lider. Nuk mundesh me fajsu ti njerëz pse s'po qohen njerëz siç apo jo, njerëz kërkon nuk qohen vet. Pa pas dikon që ju prin, që I organizon, nuk qohet kërkosh. E kush do të më prin këtë rast? Opozita. Ose partitë që s'kan qenë pushtet, se tash janë barabarta. Kështu Serbin. Tash unë s'po them që opozita është më e mirë, ata mund me konë edhe shumë të këqija në raport me Kosovën, mund me konë shumë nacionalista në raport me Kosovën, mund me pas mirë, po unë po flas për Serbinë se çka ka ndodhur, më thonë nuk pjelshojnë derën Vučićit edhe kanë provu gati para një situate kur ai ose do të më largu, ose kanë më largu dhënshëm.
Kështu që shteti e majnë subjektet politike, duhet se momentin kur vetë populli qohet, atëherë pak më rrezikshme se aty krijohet një anarki totale dhe aty tani kemi probleme serioze aty. Është. Po, Shala, këto ditë kolegët tanë janë mjaft të zemruar që nuk po marrin paga në RTK. Ke që natyrisht astare ke majtë pozita të rëndësishme deri te drejtori general. Edhe të ki pasur ala do i bëj. Po tashune këtu jam Pedimin. si të fatin Po për e ka. me qenë se ke qëndruar gjatë aty. Edhe unë aty sa shqetësuese kjo situatë për ju, teksa sheh kolegët tanë që nuk marrin paga, detyrohen të dalin protesta në vitin 2025. Rrit me thonë drejtën se kum pas, ki pa edhe vetë në shtaprej që nuk jam në RTK, nuk jem marrë me deklarime publike për RTK, eventualisht për një çështje që ka në raport mes shtetit edhe RTK-s, po për ndryshe për këto gjëra të brendshme të RTK-s nuk jem deklaru, për shkak se s'është e hijshme në fund. Ngjarja u bë publike, Mirë po. Kjo vjen shumë keq. Edhe solidarizohem me punëtorët dhe me kolegët tonë në Radio Televizioni e Kosovës, për shkak se bashkë me ta e kemi ndërtuar atë institucioni i cili është sot aty. Për 20 mënyrë pas luftës e deri momentin kur na kanë largu mua ty politikisht, normalisht. Vjen shumë keq për ta e para, për shkak se ata kanë familje, janë obligime të mëdha ndryshme, se i njoh shumicën e njohim gjithë pothuajse prej tyne. Edhe solidarizohem me ta. Mirë po, është shqetësuese, normalisht është shqetësuese, dhe po plas nivel veni. Është shumë shqetësuese për arsye se Ridvan ti e din, hala po të ras në emrin e vjetër, po më ka metër. Për para Radovan mos më thot. Ja, Radovan stiri mos fajkor. Shaka pak po bëj. Po të relaksu pak më vetë. Është shqetësuese për shkak se ti e din shumë mirë, domethënë çfarë presioni të mërshëm kemi pas në atë kohë politik. Pothuajse me gjitha subjekteve politike, prej tanave, deri me protesta para RTK-s, me ofendime, me linçime, me zi e Deri te tërë. sulmet me bomba. Po, deri në fund ke ashtu dhe dalë. në shtëpinë Po, tuaj. edhe ty të kanë kërcënu, forma tjera. Ne i mërshim fotografit, kush e ka bo, qëta i kanë bo, qëta që në sot në pushtet. Edhe me qëfar qëllimit, me demek, dojna me e qkap edhe me shliru e liria fjallës. Do më thonë me këto që që për mua ty s'jen, na i kemi njoft qysh herët, levizjeve të vendosi dhe kemi ditë qëllimi e saj dhe ku kam e mëri. Që të tas këto lirje shpresë eksistente ta. Koncepti perani liberal. Ato e kemi ditë, te edhin bon mirë, kemi diskutu në Të parashikueshëm 2011, 2012, kemi diskutu në kohën kur na u sulmojshëm se dilshëm një qëndrim tonin për ta në atë kohë. Sulmojshëm publikisht, për shumë kolegëve sot që janë nëpër media. E cilë sot janë këtu janë bo ma të zëshmit kundër tyne. Po vje mirë që janë bo, e kanë kuptu. Se ma mirë ma vonë me kuptu se heqmes me kuptu. Mirë po, të më thonë, kjo është një përpjeti. Vish kështë që ka i kanë bo, për shembull, mediumit publik. Që sa ko është pa drejtor general, është më ushtrues detyre. Duket se edhe ai është zgjedhur sipas informacioneve në mënyrë mjaft të paligjshme. Nuk po du me thonë aty se na kolegi, kemi edhe punë me respekt për secilin prej tyre. Po them duket nga versionet që po qarkullojmë nga vet ata, që nuk janë më verzione që po rinë në NTP, Prap se prap, ajo është një çështje që merret dikush. Me të mundet më marrë një institucion kompetent me atë puna me konstatuar gjendje. Mirë po. Si transmetues publik dhe Këta instalun një bord komplet politik. Një bord i cili u ndërtu në zyrat e disa individëve vendimars, me fuqit mëdha vendimarse me rana vetë vendosis. U caktun, për çka u caktun ata? Thonë, për me na largu neve, mu e ty edhe një pjesë të kolegëve tonë, cilët në fakt kontributin e matë madhen e kanë dhënë për ndërtimin e atij institucioni sot ku është Radio Televizioni i Kosovës.
e bënë një bord I cili nuk e vazhdoi punën aty ku është. Ta mund me thonë që duhem për RTK-ja prej momentit, domethënë është zhvillu deri në vitin 2022, kur kemi qenë në atë kohë, ka pas zhvillime në RTK. Edhe, domethënë rritje, ide, plane, qysh me ecë përpara deri edhe te projekti edhe objekti I radio televizionit të Kosovës. Na kemi menuar edhe për atë punë, me zgjidhje edhe problemin e pronës. Edhe kemi pasur gati në përfundim të asaj pune, vetëm që nuk ish problemi I buxhetit, cilin është dashur qeveria me ose në qeveria përmes donatorëve të huaj. Si përfundim shala? Edhe në fakt çka I bën RTK-s, domethënë RTK-n e kanë degradu shumë. E kanë degradu deri në atë mos që me të vërtet sot edhe nuk ka nuk ka reagim pse dalin punëtorët reagojnë, pse ata mesin pa rroga, pse ata mesin, domethënë kanë mund më shkaktu probleme financiare në shtëpi, të lashet mëdha, nuk ka reagime të mëdha për shkak se e kanë degraduar te pikën e fundit. RTK dhe publiku sot si transmetues publik. Po thash, më vjen shumë keq që RTK-ja kurse politike, mundërimet shumë gjithçka që ndodh në RTK që ndodh për të keq atje mundërimet shumë. Përjetoj normalisht se 23 vjet që aty jam kandidat dhe kem kontribu prej 2 orëve kur I ka filluar me program, e deri kur I kemi bë 4 kanale televizive, krijuam platforma, krijuam hapësira, krijuam teknologji, tentuam me rrit RTK-n dhe me majt RTK-n në trend me transmetues tjerë publik në rajon edhe në Evropë. Edhe kemi arrit kogja shumë në drejtim. E tash me pa të rahat e poshtë mundërimet shumë. Kështu që kjo qeveri, qëllimin kryesor e ka me pas RTK-n tamam vegël. Po, mund vjen mirë që në RTK ka kolegë tonë plot që janë profesionista, ka kolegë tonë që dinë me rujtën dinjitetshëm. Edhe kanë integritet. Janë dinjitetshëm. Edhe e shohin RTK-n si shtëpinë e tyre edhe ruajnë RTK-n. Edhe kanë të drejtë. Ruajnë RTK-n. Plotësisht. Prandaj më shumë s'kisha fol për RTK-n. Po marrojmë këto famë. Seriozisht është pak realisht RTK-ja ka qenë ekspozuar ndaj një presioni politik në mënyrë sistematike, por nuk ka hequr dorë RTK-ja kur prej konstruktit liberal, prej mendësisë liberale, prej pluralizmit, prej idesë universale që RTK-ja është të gjithëve, e atyre që kanë ide për ta bogarën, objektivisht, por pse RTK-ja është këtu, ka një trashëgimi me gjithë përpjekjen tuaj si drejtor general për ta zgjidhur problemin e pronës, problemin e financimit qëndrueshëm. Duke që gjithë elita politike nuk kishte vullnetin e duhur, po ta kishte shala, sot RTK-ja mbase do të ishte pa këto probleme. Absolutisht. Do ta kishte pronën, do ta kishte një instrument të qëndrueshëm financimi që të heqë përshtypjen se është ekspozuar ndaj kontrollit politik e tjera. Nuk ka pas vullnet politik, është e vërtet, na e kemi marrë tetin, që kemi marrë vetë, domethënë jemi organizuar vetë, kemi bë vetë, nuk kemi prit. Asnjë qeveri nuk e kishte vullnet. Asnjëherë nuk kemi prit në dikush ose se mi shku askënd me lut për me bë diçka, në asnjë rrethon kurrë. Domethënë gjithmonë I kemi kriju me mundësitë tona, I kemi shtyr përpara proceset me gjyks, që është me thonë shkurt kështu popullorçe. Edhe kemi mrri, kemi prurë RTK-n që aty ku është, me ton ato vështirësi. Transmetuesi besoj që se sot njerëzit thonë një buxheti regni. Buxheti RTK-s mas shumë të që ka orë për shtetit, ka qenë dikun të 8 milione e diçka sa është sot. Neve na kanë sulmuar, na kanë akuzuar për punësim të njerëzve. Shikoj, na tash atë se mështinë me folë të RTK-ja. Shala, midis demokratik liberal, njerëz kanë të drejtë, edhe të thumbojnë, njerëz kanë të drejtë të shprehojnë pak narsi. Nuk e kam atë kur momentin kur e merr përgjegjësinë, unë jam koni gatshëm edhe dim fort mirë si ku mor fort nga zemra këto presionet më për shkak se kur ki pozit, kur ki njerëzit sulmojnë. Mirë po, ideja ka qenë me bë diçka. Se më hupi fije se do të më thonë. Të RTK-ja, Po, kështu folën. Na kanë sulmu për punësime. Ne, të kujtohet kër e krijuam platformën me 4 kanale televizive. Edhe ti vetë ke qenë përgjegjës.
do të thonë na ndërtum kanale televizive, edhe ndërtum staf për ato kanale të veçantë, për ato kanale prej atij stafi Shumica ka qenë stafi aty që ka qenë. Shumica notën 5%, domethënë po të thoj se gjithë. Për shkak se ishim të interesuar me kriju kanale, me rrit volumin e prodhimit. Edhe aftësinë konkurruese. Edhe arritëm me bëhat për punë. RTK nishi për shembull ka pas tjetër skemë programore për dallim prej RTK Treshit. RTK Treshi ka pas skemë të rregullt programore informative, që na godhej vetë. Tash aty s'vjet ty me fol tash në program. Po mire ki ndoshta që ke edhe në vlerësim ta marrë mos ta po dhe se ta thashë, se ta bëna bjen atë se mujmë në herë tjetër me shka fol. su bo një protestë kolegëve tanë që janë pa paga, është qetësuese në vitin 2025. E kjo është rezultat edhe i kësaj blokade politike, arsye për cilën diskutuam nga fillimi mbase për këtë realitet shala ku Kosova po mban zgjedhjen në rrethin e dytë, në një retorik gati që vendi po mban zgjedhje nacionale. Observimi juaj për LDK-n dhe AK-n në këto zgjedhje? Lidhja demokratike e Kosovës, shiko, është e njëjti pothuajse sindrom edhe të LDK-ja për leadershipit. Sikur se të PDK-ja. Po da, se këto dyja janë si parti më të mëdha mas vetëvendosjes edhe domethënë që pretendojnë nesër me orën për shtet. Mendoj që të zgjedhjet lokale, çto sash i kemi, Prishtina për ta është esenciale me fitu. Dhe po besoj që ka me fitojmë përparim Roma. Ju besoni që Roma? Për shkak se përparim Roma ka ditë me usill me elektorat edhe të partive tjera. Ai vet apo si rezultati një platforme edhe me zonë Abdexhiku? Jo, vet. Ai vet personalisht. Ka ditë me tregu respekt edhe për elektoratin e partive tjera, sidomos partive dalë në luftës, AK-s dhe PDK-s. Prandaj tu nis prej asaj sa vota i kanë, pavarësisht që s'ka marrëveshje mes asaj mendoj që një pjesë e madhe e elektoratit të PDK-s voton për parimin pa i thonë kërkush. Pa pas marrëveshje as pa kurrë. Pa pas sugjerim. Po, se e gëzojnë një farë respekti për to. Gjithashtu atë këtë bëri vetë Roma pa zotin Abdexhiku. Për shkak se edhe në rundin e parë, e ki pa për shembull Aleanca ka pas një rritje të konsiderueshme si parti politike, ka 10.000 diçka vota. Mirë po për kandidatin, Bek Berisha ishte 3.000, kështu që ku shkon ato 7.000 shkon te përparimi. S'kan pas ka tjetër ku me shku, ato kanë shku domethënë edhe në rundin e parë Aleanca i kanë imu. Zotit Rama, po, ishte edhe në koalicion me të. Konsiderueshëm i ka, jo në rundin e parë s'ka qenë. Jo, ishte në koalicion gjatë mandatit të Ramës si kryetar komune. Ama herët, po. Mirë po, i nimun, kështu domethënë. Duke që i kanë ndihmuar. Jo, është vota konsiderueshme, 50.000 vota, 7.000 vota, vota të konsiderueshme. Edhe çata ata ka etike fitoren Prishtinën. Në Pej? Po edhe në Pej. Normalisht të dy se si ka me diçka tjetër. Gjilanin, unë mendoj që Lumir Abdexhiku është dashur me krejt potencialin e tij edhe të vetin personal edhe të partisë mbrana. Me u zbarku në Gjilan edhe me e rikthy Gjilanin. Edhe pse është shumë vështirë për shkak se tallimi është i madh, po nuk është e paarritshme, kemi shumë raste më herët. Pati indiferencë tu Abdexhiku. Po shiku, e pam ndonjëherë tu i dhon zër për Gjilanin, se pash ndonjëherë. Tash nëse ky e ka hallin që fuqizohet Lutfi Aziri, po vjen keq, po kështu partia s'mohet. Nuk është leadership ai. Është gabim i menduar, kështu gabim strategjik. Ka shitllak po bëri kurti tash Abdexhiku thonë në këtë rast. Po ai to e vret në Gjilan. Unë sim to e vret. Unë sim të e pa që në Gjilan Abdexhiku është të shku atje edhe të i nimu kandidatit vetë. Ajna është në teren diçka, po nuk ka s'po vrehet, s'po përmen kush, s'po flitet. Na kemi atje shoke, kemi mi që halosët nuk kam dëgju që ka pas në i farë angazhimi serioz. Po flasë për angazhim serioz, se ti kur dhe me marrë një komunë, do është më angazhu shumë seriozisht në atë komunë për me këtu, sidomos Gjilani, cili është në qendër shumë e rëndësishme elektorale, për shkak se ajo tani ta determinon atë pjesën e Anamoravës. Lojë ke garë. Po është normalisht jo garë. Kush bën punën fiton, inshallah. Po prandaj unë nuk pesho, aty kjo ka fokusin këtu te Prishtina e ka.
TP-ja nuk ka ndonjë farë angazhimi të madh këtu. TP-ja është ai gazi vet. Gazmend Muhaxheri. Përgjithësi të LDK dhe PDK, ky rezultat që është arritur në rrethin e parë, në pritje që të arrihet më shumë në rrethin e dytë, është rezultati i kandidatëve tu për këtë. Jo i zotit Taxhiku. Ajo që do të përmbledh. Po. Është kjo, që mas tyne zgjedhjeve, tash i kemi zgjedhjet e përgjithshme, për sigurisht, po mas edhe aty në zgjedhjet e përgjithshme, edhe me pa që është për dhe rezultate edhe këto dy partitë do të me mendu për një reformë. Çfarë nuk kupton kjo? Reformë brendshme, edhe pak me hapër struktura. Legitimitet të ri, të leadershipit. Po normalisht, leadershipit, po. Unë e di që PDK-ja ka, ende ka, është në ethet e pritjes vendimit në gjykatën speciale në Hag, e cila pritet besoj që te ka pranvera, fillimi pranverës duhet me përfundu, nëse shkon si mas afateve. Mirë, po pavarësisht asajna u bon 5 vjetë, që nuk kallëzon në rezultat ose në i farë. Nuk i binden njerëzit që ata janë adresa e zgjidhjes që mujnë me udhëheq nesër mas nesër. Pushtet. E partia politike është përmarrë pushtet ajo pushtet. Po, inshallah. Ramushi si është? Tash a diçysh, unë mendoj që edhe Ramushi pak duhet me ndërru pak qasin. Në raport me? Në raport me strukturat e veta, në raport me partinë. Për shkak se duhet me qelë derën, edhe për se ka njerëz që për shembull i ki Ramushi në nivel qendror nuk performoi shumë mirë, edhe ka një kohë që s'po performon mirë po në nivel lokal ka struktura, ka njerëz, e tash kur i kiti njerëz që ty ta majnë Suareken, kur i ki njerëz që ta majnë Gjakovën, kur ki njerëz që ta majnë Klinën, kur ki njerëz që ta majnë Deçanin, do të thonë i ki do persona që din me menaxhu me elektorat. Din me pru elektorat. Unë mendoj se edhe Haradinaj do të me qelë pak partinë, do të më ul pak me reformatu partinë. Edhe duhet me thirrë njerëzit që në parti kanë sjellë rezultate. Sa njerëz që i përmena. Nuk ju duhen këtyne udhëheqësave edhe liderëve politik, nuk i vyn as udhëheqësit, as menaxherit mirë, as liderit mirë, nuk i duhen bre njerëz që ta bajnë qefin. S'vyn, sidomos kur ki punë me elektorat, sa i ta the qafën masanej. Duhen njerëz që të këshillojnë ç'është duhet, duhen njerëz që kanë respekt të njerëz, të elektorati, kanë respekt të qytetarët, janë të respektueshëm, janë të sjellshëm, edhe janë punëtor. Çta do të më afro nga vetës, nuk do të më tutë për tyne, po s'bëhet nami nëse nesër është më mirë se ti edhe ti thu zotni bravo të koft, hajde merr udhëheqin e partisë. Jo, po pra. Nuk është kjo, nuk paraqet në varë, nuk është tragjedi. Kjo më ndodh, që është na më herë këshyrin edhe izolohen çati mbrana edhe i grahin përpara, që është keq për këtë punë. Kështu që edhe Ramushi do të më menon këtë drejtim. Të shohim ç'po dalë në çdo zgjedhje, se në fakt Deçanin e mor pa ballotazh. Gjakovën besoj që e man Gjini, edhe Suareken besoj që Balimo Arremi e man. Ku është tjetër? Klin. Edhe në Klin është një garë interesante, tash të shohim, edhe pse kandidati AK-s është koqa, dhe më thore, ka një farë diferencë koqa të madhe me kandidatin e PDK-s. E LDK-s atje në Suarek është? Jo, për Klin kem të fut. Klin, po. Për Klin kem të fut. Kështu që nuk të shohim çfarë po ndodh. Të shohim Klin çfarë po ndodh, po te kush gjasat me majt komunat i ka. Kush mund të festoj të dielën mesnatë nëse dihen rezultatet? E partive? Vetvendosja. PDK, LDK, AK. Po tash të shohim rezultatet që po ndodhin, po kush mund të ngre stafetën e fitores? Nëse nuk dielën e mesnatë, kush do të ketë arsye sipas jush? Se duket një fitore fragmentarizuar kështu në nivel vendi, por nëse e krahasojmë kush sa komuna të mëdha mori, e kush po qeveris? Nëse e humb Mitrovicën, Kurti, pavarësisht edhe nëse fiton Gjilani, nëse humb Mitrovicën për të është goditje e madhe. Humbje thu për të. Është goditje e madhe, disfate e madhe. Për shkak se unë mendoj që ajo ka më reflektuar masanë në zgjedhjet e përgjithshme. Nëse LDK-ja e humb Prishtinën, nëse po thonë, sepse s'besoj, po hajde që nëse po flasim. Hipotetikisht po flasim, nëse humb Prishtinën, është goditje shumë e rëndë për ta, që zëre kanë më këfje dhe një kohë gjatë.
Nëse PDK-ja nuk e fiton Mitrovicën, prapë është një farë të rënditje e madhe për ta. Po nëse nuk i ruajnë këto komunat, si Prizrenin, kanë pa tjetër me rëndësi. Ç'pa tjetër me rëndësi. Prizreni është Prizreni Mitrovica. Edhe Mitrovica, nëse po. Prizreni Mitrovica komuna të mëdha. Po, nëse nuk e, se Ferizajin e ka, se Ferizaj është një pa komunë, balotash, po e ka, Prizrenin e ruan. Në habitatin ekzistues të saj politik, po. Atëherë edhe për ta është ka me qenë problem. Prandaj unë pres që Prizrenin e ruan PDK, prap edhe këto zgjedhje mundet humbë si më i madh Në ankth duhet jetë. Janë në ankth. Po se janë shumë afër zgjedhjeve të përgjithshme. Janë shumë afër, domethënë sa pi bjen në shto një muaj. Një muaj pi bjen. Pse u afër zgjedhjen pas se zoti Konjumsa mund zgjidhet pas të shteret afati kushtetues. Pas të tjerët votojnë, u tha në ditën kur... Vesh një marrë të listën sërbe. Në ditën kur... Edhe sepse s'pi marrin unë shto në këtë punë, seriozisht është e çuditshme. Një parti e cila ka ardhur në kuvend të bazë një procesi zgjedhor i cili është bërë sipas ligjeve kushtetutës të Kosovës. Edhe i kanë respektuar gjitha procedurat me ardhur në kuvend. E sot thonë ana s'bën me ta. Pse o zotni pse 4 vjet pse nuk i shpall çfarë organizate ilegale? 4 vjet e ki pas mundësinë, i ki pas votat në politike nga zoti Kurti, zoti Kurti i ka kombinu. I ka trajtu si oponentët, po them, oponent politik si pjesë e paktit me listën serbe kundër tij. Unë po di çfarë thotë, vetëm më thonë që i ka përdorur listën serbe për me sulmu opozitën. Që në fakt ja ka rrit deri diku në qëllimit. Domethënë këta i ka pas i vegël. Unë gjithë besoj që në koordinim e kanë pas me ta. A mund të jetë Konjumsa kryeministër? Jo, se besoj për shkak se pasi shteret afati kushtetues 15 ditësh. Ose mbas shtunën kur thanë tanë, do thënë se shtunën kanë kuvend. Të ditën kur u nominua nga partia e tij Konjumsa. Po. Tha ai dhe shefi i tij zoti Kurti. Po. Nuk bëjmë koalicion me askë. Ky është kabineti jon. Kjo është qeveria jonë. E më do të me thonë të ashtë edhe për këto, do me thonë, shkoj Konjumsa pa marrëveshje politike me askën, duke kërku votën gati me ultimatum nga tjerët. Kosova po bllokohet, është tjerat. Kjo një prej atyne krijimit të atyne situatave për me fajsu pjesën e partive tjera. Parti tjera politike që këta, që na në rrumë kandidatin që shpatën qef këta, po që këta s'pon votojnë. Shuan pethan. Prej non shkurtit, ti viti, tën kohën ka kriju kësi situata, ky për me bo fajtor pjesën tjetër, parti tjera, ish opozitar. Tën kohën. Pse nuk vepruan të tjerët? Pse s'po veprojnë të që a thamë në dejqtarsh. Më thonë, s'ka, këta si mos me pa lojën, si mos me kuptu lojën e Kurtit. Ai arniti prap me e këthyni pjesë fajt ka pjesa e partive tjera. Arrit që kjo ke qëllimi ti. Edhe ta shkon zgjedhje. Po bllokojnë buxhetin. Edhe ta shkon zgjedhje. Po ju lëm pa paga. Veri janë kundër veprimeve në veri, janë kështu janë ashtu, domethënë ton kohën kë i ka fajsu ata, ka punu sa 9 muaj për me fajsu këta, edhe me bëu edhe një përpjekje të fundit, me mujt me mrrinje 50% e vota. Më në që kjo në fundë përpjekje. Përpjekje legjitime. Politike në shala. Po, absolutisht. Ama kësë ka qenë interesu me po qeveri, dhe i sot. Red, 48 deputeta 7 asaj ka, se di saj ka. 48, po. 47, se 8 s'pi vjen, se edhe 3, 50, edhe ato 60 s'po buhan 7. 48 i ka, po. 8-a? Po. Okej. 48 deputet, po e qërë, 48 deputet, Hashim Thaçi me 29 e bëjke qeverinë. Kur dënë me bo. Nëse për meja dënë duke që nuk dështë në vendin t'japin institucione. As zoti Kurti, po, nuk e kishim vullnetin as pala tjetër për bo. Po provoj ti, testoj palën tjetër. Okej, i boni thirrje LDK-s, po i boni thirrje LDK-s me ofendim. Të ofendu dhe të e thirë mja orë. Nuk në kohë dhe ishë opozita me orvatit të emrat e kandidatit për krye parlamentar të procedurat gati. Ja, edhe aty ka lujt Kurti, edhe aty ka bolojna. Ara në kurthën e tij. Edhe aty ka bolojna. Edhe aty ka po këta bishin në kurthën e tij. Këta nuk kanë gjendje më mbledh tana partitë bashkë, se kishin numrat. Kosova mund të kishte qeveri që sot. Por edhe me listën serbe për se zbohat nome se po të kishte kryetar kuvendi Kosova në prill
që sot mund të ishte në base në zgjedhje të reja, ose të kishte kryer zgjedhje të reja. Ose kish pas qeveri. Po kish pas qeveri, ose kish pas, ose nuk kishte me pas. Ta është desht me mbledh bashk edhe me kriju, me bo qeverit pakice si s'ka lidhje. O, veç një ditë të dasht me një ditë me ek prej pushteti këtë person. është të e dëmtu çdo sekond këtë vend. Çdo sekond është të e dëmtu Republikën e Kosovës. Edhe njerëz të përgjithshëm liderët, ai që i thot vetes lider. Lideri din me sakrifiku ka njerë për të madhen e përgjithshme. Do sakrifikon. Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi, ai tjetri Recep Selimi. Qëra ata kanë mujt mos me votu gjykatën speciale. Edhe njerëzit thonë se kanë ditë që kanë më shku, e kanë ditë sakt. Sakt e kanë ditë që ata njerëz kryesorë dhe kanë ditë sakt që për ta është politikisht martit po. Është politikisht janë, domethënë kanë ditë që politikisht është sakt që janë ata. Po ata sakrifikun veten për me hek një njoll të madhe mbi Kosovën, mbi historinë e saj. Venit Republikës Kosovës. Liderët e mëdhej, liderët për një marrin mendime kanë herë që edhe janë nuk i shkojnë favor personal. E vizionare. Si shkojnë favor personal. Me kosta personale, po. I shkojnë favor venit. Sakt. Marrin mendime. Këta s'po dokën tillë. Këta nuk po dokën tillë. Me kohën time u shliru veriu, por gjatë mandatit Kurtit edhe pse në detyrë, a mund të themi se po ribërohet veriu me gjuhën, ose flasmi me gjuhën e Zotit Kurti. Me rastin e zgjedhjes së 4 kryetarëve sakt me veri. Do të më thonë pse nështë na vjen natë veç fituesi kryesori këtyre zgjedhjeve lista serbe. Këtë komunat pa ballotazh i kanë fitu. Në 9 prej tyre po. Në Klokoti u ka me ishte një mendim politik homogjen, po ishte pavarësisht kush e krijoi këto? Nuk s'dia më të themi fitore. Formalisht mund t'i thush fitore. Jo, po flas me letra që është. Po. Kush e krijoi këtë mobilizim të listës serbe deri në këtë mos? Veprimet e Albin Kurtit. E tani çush mos më thonë se son koordinim. Sa mënën që se ka dita që këta rritën i faktorizoj. Ate që mas Banjskës, mas sulmit Banjska, lista sërbe i në konë gjasat e mëdha nëse kishtë ditë me lujt një politik këtë meqme, gjasat shumë mëdha kanë qenë për me era shumë në përkrajet e populata sërbe edhe me parti tjera me marrë një përkraje. Se ka në Kosovë parti tjera sërbe, që të cilat janë shumë atë interesume për mu integru në shoqni. Kë e faktorizoj me veprimet e tij, me sulmet e tij ndaj tyne, me ato filmat e tij që i bëj këtë prak zgjedhjeve, jo s'pe certifikojmë, po certifikojmë mas 5 vjet ti po del kohën e zgjedhjeve s'pe certifikojmë. Pse se bllokove më herët, pse se shpallë mas Banjskës organizata ilegale kur i ki pas argumentet, po thuj kom këtë argumentet të shpallë. I ki pas votat në kuvend. S'besoj që edhe opozita në atë kohë se kish votu me shpallë organizata ilegale. Po të pepret momentin për me përdor prapë si vegël për me lujt, për me sulmu parti tjera. Kështu që mendoj që krejt këtë situatë ka kriju Zoti Kurti, tash i kemi kryetarët e komunave serbe, çka ka me tash këto A ori robru veriu nëse flasë nuk po flas jo flas me gjuhën e tij, as flas e refuzoj atë gjuhë pas. Flas do me fol, do me shtim rëna fjalorit tan gjuhën e Zotit Kurti, është totalisht është jashtë meje kështu ndërtimit ose konceptit tam të mendumit. Zoti Kurti, që tash me 12-in, po ne tash i kemi komunat serbe, plani i Ohrit është, aneksi Brukselit është, cilën ky e ka bë për ato vetë menaxhime, ato autonominë që kanë me marrë, këta kanë me fillu ka dal me implementu. To veç me pa vetë. E tha qartë. Ka me implementimin. Edhe në fund atë çka më thonë, këtë çto që kanë tenton me ndërtu si kundër opozita ja u ka kriju si parmundsi. E di çfarë tha ambasadori shefi i BE-s në Serbidje gjatë takimit me Vučić, i cili u duki të ndosën dhe Vučić se pako vizualisht. Detyra juaj edhe Kosovës është vijoni procesin e normalizimit. Serbia në BE shkon nëpërmjet procesit normalizimit me Kosovën. O kusht, e tha dhe Vučić, unë sot do të mund të antarësoja vendin e BE, po ta njëja Kosovën. Shtu tha, është kusht për ne. Kusht për ne. Dhe, i tha qartë, detyra tuaja janë ta zbatoni marrëveshjen
edhe planin franko-gjerman të shkurtit 2023 dhe të shkurtit vitit 2023 dhe planin aneksinorit me 18 mars që u arrit atje. Janë detyra për ju ta. BE, këto ishe detyra që du t'i bëni ju. Nuk ka heqë dorë. Ju bës heq dorë se këta... Bashkësia ndërkombëtare nuk ka hequr dorë nga këto zotime që kanë dhënë edhe Kosova nëpërmjet Kurtit, edhe Serbia nëpërmjet Vučićit. Këto janë detyra që kanë marrë dy Po, çka ka met këto rit? Ka met implementimi. Sakt. Kush e Detyra implementon? që duhet t'i bëni ju. Serbt, sa kryetarët e komunave kanë implementuar? Nuk e di ato do ta bëjnë atë. Është një proces më kompleks shala. Nuk është shumë më kompleks, jo. Ata fillojnë implementimin me përkrahjen e varësisë ndërkombëtare ka dalë. Çfarë stotarit? Të falenderoj Faleminderit apete. për kohën, për reflektimet që ndajte me publikun tonë. Faleminderit me ty me bu muhabet të gjithë kënaqësi. Edhe në studio edhe jashtë studios. Faleminderit. Faleminderit edhe një herë, lutem. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.